Një studim i Universitetit të Cambridge ka zbuluar se truri i njeriut kalon nëpër 5 faza të dallueshme gjatë jetës, në pika kyçe kthese nga mosha 9, 32, 66 dhe 83 vjeç, duke treguar se adoleshenca zgjat deri në fillim të 30-tave. Analiza e bazuar në rreth 4000 skanime të trupave nga pjesëmarrës deri në moshën 90 vjeç. Studimet zbuluan se truri ruan karakteristikat e adoleshencës shumë më gjatë se sa mendonin më parë. Ndryshimi madhor ndodh në moshën 9 vjeç, kur truri hyn në një fazë të rritjes së madhe të efikasitetit të lidhjeve të neuroneve, e cila zgjat deri në moshën 32 vjeç. Sipas doktoreshës së këtij studimi, kjo fazë shënon periudhën e vetme kur rritja e neuroneve bëhet më efikase, duke arritur kulmin e furnizimit të trurit. Fëmijëria është nga 0 deri në 9 vjeç. Truri rritet shpejt dhe heq lidhjet e tepërta, duke furnizuar ende në mënyrë të paqëndrueshme. Adoleshenca nga mosha 9 deri në 32 vjeç, periudhë e efikasitetit intensiv të lidhjeve, po ashtu rritet rreziku për çrregullime të shëndetit mendor. Mosha e rritur 32 deri në 66 vjeç, periudhë stabiliteti ku ndryshimet janë të ngadalta dhe efikasiteti fillon gradualisht të bie. Plakja e hershme 66 deri në 83 vjeç, truri ndahet në 9 rrjeta më të pavarura, shfaqen faktor risku si demenca dhe hipertensioni. Plakja e vonë 83+, modeli plakjes intensifikohet, megjithse të dhënat janë më të klasifikuara për këtë grup mosh. Studimet thonë se kuptimi këtyre fazave shpjegon pse rreziku për çrregullime të shëndetit mendor, problemet neurologjike dhe rënja ndryshon në periudha të caktuara të jetës.